Erdhëm në studio për sëri dhe vazhdojmë të jemi live të Villa 24 në këto ditë të nxehta. Kemi thënë që në fillim të muajit qershor që na nisi vera vrullshme, temperatura të larta, kaluam një javë të nxehtë, po jetojmë gjithashtu një javë të nxehtë, kështu që natyrshëm gjëja e parë që të gjithë bëjmë është të ndryshojmë mënyrën tonë të jetuarit, duke zgjedhur gjithashtu edhe konsumimin e produkteve që vetëm na freskojnë, po dhe na ndihmojnë për të qenë sa më të lehtë dhe të shëndetshëm gjatë ditëve të nxehta të verës, që sapo ka nisur dhe na presin edhe javë të tëra në vazhdim, kështu që këshilla me vlerë dhe të rëndësishme për t'i ndarë për ne këtu edhe ju që po na ndiqni, si gjithmonë na vin bashkë me Alkend Çuko, i cili rikthehet në këtë studio çdo javë. Kënaqësi të kem këtu. Kënaqësi edhe për mua si gjithmonë. Faleminderit për temat aktuale që na përzjedh gjithmonë për t'i ardhur, le të themi, audiencës që po na ndjek tani sa më shumë në ndihmë. Jemi në verë, fillojmë, ne ndjejmë dhe në kuzhinë në fakt, ku Kati gjithmonë fillon të na zëvendëson ca produkte me ca të tjera që të jemi sa më të lehtë. Dhe Oriksi ndikon tani në verë, ka shumë njerëz që nuk kanë dot. Është e drejtë, sepse temperaturat e larta detyrojnë për metabolizmin të ngushtohet pak edhe ta ngadalsoj atë ritmin, le të themi, duke qenë se nuk kujdesim edhe shumë për hidratimin, sepse janë të gjitha të lidhura së bashku. Sa mirë në fakt ne që jemi në një studio dhe jemi me temperaturë të kontrolluar, por kjo në këtë stil në fakt duhet të na sjellë, le të themi, pak më në shumë vëmendje, faktin që duhet të kujdesemi akoma edhe më tepër, sepse ky komoditeti në ambiente, le të themi, me temperatura të kontrolluara, në momentin kur dalim jashtë pasi mbarojmë të gjitha detyrimet, atëherë përballemi me një sfidë, le të themi, në sonjë, cila trupi nuk ka qenë i përgatitur. Dhe normalisht trupi ka një sistem në vetvete, termorregullimi për menaxhimin e temperaturës, ku realizon këtë punë duke djersitur. Pra nëpërmjet procesit të djersitjes ai mban temperaturën, mban atë homeostazën, le të themi, në gjendjen e duhur siç temperatura e trupit është. Por me djersitje ne patjetër nuk largojmë vetëm ujin, largojmë edhe minerale shumë të rëndësishme si natriumi, kaliumi dhe magnezi, dhe të treja janë shumë esenciale dhe vetëm magnezi në fakt e kemi përmendur dhe herë të tjera që futet në mbi 600 reaksione të ndryshme metabolike dhe patjetër me qenë se jemi duke i larguar këto minerale, duhet i rikompensojmë nëpërmjet hidratimit apo nëpërmjet ushqimeve të ndryshme. Hidratimi është një nga elementet më kyç për metabolizmin, për sistemin tonë imunitar dhe çdo gjë tjetër, dhe një fakt interesant është që vetëm 1 ose 2% dehidrim t'i ndodhi trupit ton, atëherë ne do përballemi me mungesë përqendrimi, me memorje më të dobët dhe me pengesa të aktiviteteve fizike. Imagjinohet të jetë më i lartë ky dehidratim, okay. Dhe shumë e lehtë në fakt që të dehidrohemi gjatë verës, sepse edhe nuk duam të konsumojmë disa herë. Por shumë e rëndësishme, sepse dhe veshka duhet të kryejë procesin e saj të filtrimit dhe duhet të largojmë ato toksinat e akumuluara për të bërë dhe një proces detoksifikimi. Dhe patjetër që duhet t'i fokusohemi gjithmonë ushqimeve të ndryshme, dhe disa njerëz në fakt preferojnë që të zgjohen në mëngjes, janë punëtor, le të themi, dhe e bëjnë gati atë hidratimin e tyre të mëngjesit, por ka edhe zgjidhje për ata të cilët janë pak më dembela, i pëlqejnë ato orat e gjumit të mëngjesit, dhe kompania Neranzi si gjithmonë vjen në ndihmë për të cilin do. Dhe prandaj kam sjellë me vete lëngjet e kokosit, i cili është në versionin Tetra Pak, në versionin Kanache dhe në versionin e një shishe tjetër me lëng aloe vera, 500 ml. Janë të gjitha shumë fantastike për të hidratuar, sepse jo vetëm na japin atë sasinë e ujit, dhe zakonisht kur përmendim hidratim, ne i referohemi ujit zakonisht, sepse pikë së pari është 0 kalori dhe me vete mban ato mineralet e tjera, por kemi edhe lëngjet e frutave, siç është kokosi në këtë rast. Ai jo vetëm na furnizon me sasi të larta të ujit dhe na hidraton, por na jep mundësinë për të marrë dhe ato mineralet aq esenciale të cilat ne na largojnë nëpërmjet djersitjes, si natrium, kalium, magnez, të cilat janë shumë prezente në këto pije. Dhe nëse do lexojmë etiketën nga mbrapa, patjetër do shohim një vlerë kalorike, por kalorit nuk do të thotë gjithmonë që janë gjë dëmshme, sepse shpesh fokusohemi gjithmonë vetëm apo kaloria, kalori, dëgjojmë vetëm kalori. Por me kalorit vinë dhe makroushqyes dhe mikroushqyes, të cilët janë shumë esencial për trupin tonë. Prandaj ne nuk duhet të fokusohemi te kalorit, por duhet të fokusohemi
por duhet të fokusohemi tek vlerat që ato na japin. Dhe si një profesionist në këtë fushë nuk do ma lejonte dot etika e profesionit për të reklamuar një produkt i cili nuk do ishte i shëndetshëm. Këto përmbajnë edhe pulp të frutit që është 100% organik dhe në këtë mënyrë marrim dhe vlera ushqyese mjaft të mira së bashku edhe me fibrat. Për sa i përket lëngjeve të kokosit, këto janë shumë fantastike, por kompania Neranzi sjell dhe me një version tjetër me shijen e mangos dhe lëngun e aloe verës, i cili përmban dhe aloein dhe njëkohësisht është dhe një antioksidant dhe antiinflamator mjaft i mirë, sepse mungesa e prezencës së ujit në trup gjatsinë së verës e detyron trupin të prodhojë më tepër radikale të lira. Ato depozitohen qoftë në zorën e trashë, depozitohen qoftë në sistemin renal dhe duke konsumuar lëngje të tilla, atëherë mund të bëjmë le të themi një formë detoksi, por jo të drejt për drejt, një detoks të ndërsjell duke lejuar atyre organeve tona të bëjmë vetë procesin e detoksifikimit. Nga ana tjetër, pastaj kemi edhe ata njerëz të cilët preferojnë t'i bëjnë vetë ato hidratimin e mëngjesit dhe më i zakonshmi është uji, pak lëng limoni, mund të përdorim edhe farakia apo farat e linjit. Unë kam zgjedhur limonin në fakt nga kompania Neranzi dhe paketimi është në shishe qelçi, çfarë tregon që është goxha cilësor dhe është higjenik, sepse qelçi gjithmonë është materiali më i pastër që mund të përdoret. Dhe edhe pse është në versionin e paketuar, kjo nuk do të thotë as pak që nuk ka vlera të larta ushqyese. Ai prodhohet në një mënyrë të tillë i cili i konservojnë le të themi pjesa më e madhe e vlerave ushqyese dhe si një produkt na stimulon gjëndrat e bështymës. Është shumë e rëndësishme të stimulojmë gjëndrat e bështymës në këtë stinë vere, sepse tharja e gojës në fakt sinjalizon trurin tonë nëpërmjet sinjaleve nervore një formë rreziku dhe çon metabolizmin, të konservojë energjitë e veta, të reduktojë numrin e kalorive që konsumon ose që djeg dhe gjithashtu të na uli nevojën, dëshirën për të konsumuar ujë. I bën një blok, domethënë. Po, pra, nëse këto sinjale i bën një blok organizmit, interesante. Pra, nëse goja është e thatë, atëherë kjo është një sinjal rreziku për trurin tonë, i cili perceptohet në këto formë dhe reagon në forma që ti përmende. Shumë interesante. Dhe lëngu i limonit dhe stimulon. Ka dhe një histori në fakt që Napoleon Bonaparte ka mbajtur një ushtri të tërë vetëm me një qese limona, duke i shtrydhur disa pika në gojë të gjithë ushtarëve, vetëm për t'i mbajtur sa më aktiv, sepse dehidrimi, kohët e gjata e tjerë. Për të veç kësaj përmban dhe acid citrik, i cili është një element shumë i mirë për aktivizimin e enzimave digestive, por njëkohësisht është dhe një nga elementet i cili ndihmon në rritjen e permeabilitetit të zorrës së hollë. Pra, në momentin që ne konsumojmë ujë, duhet që të gjitha funksionet e lejimit të kalimit të këtyre nutrientëve të jenë të hapura. Pra, mos t'ia mbyllim derën këtyre vlerave ushqyese. Dhe acidi citrik na bën këtë, le të themi, këtë veprim i cili i hap pak ato poret në kalimin e ushqimit në zorën e hollë, duke na lejuar që të përcisim më tepër vlera ushqyese dhe për të hidratuar më tepër, sepse ai është qëllimi në fund ditës. Dhe është një alkalizues shumë i mirë, sepse hera herës mendojmë që ushqimet alkale ose produktet alkalizuese të trupit janë produkte bazike, pra me pH më të lartë se 7, por lëngu i limonit, edhe pse është një produkt acid, ai është një alkalizues shumë i mirë për trupin tonë, duke na rikthyer atë balancën e pH-it në stomak, e cila është shumë dhe shumë e rëndësishme. Një kombinim që mund të bëhet në mëngjes, duhet një gotë ujë me një lugë gjellë lëng limoni, do ishte perfekte, me pak krip Himalaje, duke qenë se përmban dhe rreth 82 mineralet së bashku me një element i cili është jodi, sepse kripa Himalajes nga kompania Neranzi është e fortifikuar me sasi të jodit dhe për ata që kam një problem me gjendrën e tiroides ose me këtë organin e tiroides, sepse është organ funditës, mund ta konsumojnë lirshëm. Jo më tepër se një maj gishti, le të themi, dhe me farakia ose me shurupin e panjës. Patjetër që shurupi i panjës është një burim sheqeri, por ne nuk duhet të kemi frikë nga sheqeri, sepse bashkë me këtë sheqer na vinë edhe mineralet të shumta. Dhe sidomos shurupi i panjës ka gjithashtu një indeks glicemik shumë herë më të vogël se sa sheqeri natyral. Një rekomandim do ishte që nëse bëjmë të kombinimin, le të themi, unë do preferoja që farat e kijes të lieshin gjatë natës të regjeshin, duke qenë se ato kanë këtë shtresën mucilaginoze në sipërfaqen e tyre dhe është më lehtë më pas për sistemin tonë digestiv për ta procesuar. Pra, mendojmë këtë gjë. Flem 6-8 orë gjumë çojmë në mëngjes, e gjithë ajo mbetje putrefikuar ndodhet në zorën e trash, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet ta largojmë. Pse duhet ta largojmë? Sepse
ato dashje pa dashje kanë elemente të cilët nuk janë të shëndetshëm ose le të konsiderojmë si toksina. Dhe zora e trash patjetër është një membran, le të themi, e cila lejon kalimin e lëndëve si nga jashtë brenda dhe nga brenda jashtë. Dhe ne nuk dëshirojmë që këto lëndë të cilat janë toksike për ne të transmetohen nga ajo masa e feqës në sistemin e qarkullimit të gjakut e mëtej. Dhe faratekia ndihmon mjaft mirë për të bërë një lloj skrabi. Akoma edhe themi në fund. Jo, doja të pyesja faratekia si lëm në darkë, në ujë, raporti i ujit apo thjesht sa të mbulohen edhe të krijojnë 250 ml diku te një lugë gjallë, do ishte perfekte. Ta dim edhe këtë se ndoshta mbushën nxjerr, në kupton edhe thjesht nuk fitojmë atë xhelin që ti përmende që është i rëndësishëm të kthehet në formën e një xheli. Po. Nuk është, le të themi, një sasi shumë e madhe, sepse zakonisht mund të ta krijojnë edhe diskomfort për personat të cilët e kanë pak dëshirë tretjen, por në këtë raport kaq të holluar nuk është një problematik. Nuk është problematik shumë e madhe. Madje do e stimuloj shumë metabolizmin dhe zorën e holl bashkë me zorën e trash për të përmirësuar atë peristaltikën dhe për të na nxjerrë jashtë gjitha toksinat. Dhe për t'i lënë më pas hapësirë atyre çfarë ne konsumojmë dhe hidratohemi të na përsëritet sa më mirë. Okej, kalojmë tani tek farat e linit, ato janë akoma edhe pak më të vështira në fakt për të tretur, dhe prandaj kompania Neranzi sjell në versionin e farave të linit të plota, por dhe mielin e farave të linit, duke qenë se mbasi ato të gjitha kanë një mikser në shtëpi, mund të ndodhi, vetë personalisht nuk e kam pasur një mikser në shtëpi. Okej, kështu që i sjell të gatshëm. Kështu që kam marrë paketimin e gatshëm dhe është akoma më i lehtë në fakt për të tretur, duke formuar dhe ato atë shërse mucilagjinoze, duke i regjur në ujë. Duhet të kemi në konsiderat që dhe uji që përdorim mos të jetë uji i ftohtë, sepse prishim atë balancën, le të themi, të homeostazës. Shumë mendojmë që nëse konsumojmë ujë të ftohtë, atëherë ne do të detyrojmë trupin të harxojmë më tepër kalori për ta ngrohur, le të themi, përsëri trupin, por kjo nuk ndodh në këtë formë. Një shembull mund të ishte në momentin kur kemi një tas me gjalp të shkrirë që mund ta krahasojmë me dhjamin e trupit ton, dhe kur i shtojmë ujë të ftohtë çfarë bëjmë? Pra, ajo yndyrë do të ngri përsëri. Prandaj uji do jetë mirë që të konsumohet në temperaturën e ambientit për mos të prishur atë ekuilibrin. Pak e vështirë kur është bat, por që e mira kështu është. Jemi në diku te 2 minuta në mos më pak, por po themi aq që të përmendur gjërat më të rëndësishme që mbetën. Së bashku me këto mund të kombinojmë edhe erëzat e ndryshme, mund të na duket çudi që pra erëza pikante në mëngjes, por ky ndryshim pikërisht do na aktivizojë shumë metabolizmin ton, duke hapur kryesisht ato pore, le të themi, ato hapësirat për të na përfituar vlera ushqyese. Piperi do ishte një alternativë shumë e mirë, tumeriku, por edhe kanella. Nga ana tjetër kemi edhe pijet vegetale, shpeshherë i referohemi si qumësht bajami, qumësht soja etj, por ato janë pije vegetale sepse nuk është një kafshë e zëmë që të formojë, që të prodhojë gji. Por janë pije vegetale shumë hidratuese, duke na ofruar dhe proteina njëkohësisht, por edhe duke na hidratuar. Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm në fakt është kripa. Unë përmenda kripën e Himalajës, por kemi edhe një krip tjetër e cila nuk është për konsum të brendshëm, por është për të bërë terapi. Pra, bëhet fjalë për kripën Epsom, është një krip e sulfatit të magnezit me 7 molekula ujë, dhe kjo është një lloj kripe e cila përdoret në terapi të ndryshme, pra në një vast të madhe mund të shtojmë këtë sasi të kripës, dhe në këtë mënyrë mund të përthithim magnezin nëpërmjet lëkurës së jashtme, sepse mendojmë këtë, ne djersisim, largojmë minerale dhe ato në momentin e tharjes qëndrojnë në formën e kriprave në trupin ton dhe janë të pamjaftueshme për të rithithur. Dhe një banjë, le të themi, me këtë kripën do ishte shumë e mirë për të relaksuar muskujt ton, duke i lënë mundësi magnezi, sepse magnezi është ai çfarë nuk lejon këto spazmat muskulare dhe acidin laktik të jetë në nivele të larta. Dhe njëkohësisht marrim dhe këtë mineralin për të cilin ne depozitojmë dhe shkarkojmë gjatë procesit të djersitjes. Gjithashtu edhe çaj, që mos ta harrojmë, çaj matcha është më i miri, le të themi, për të gjithë kategoritë e çajrave, duke qenë se ofron polifenole nga më të shumta dhe ushqime që janë të pasur me antioksidant nuk duhet i shmangim kurrë në sezonin veror. Dhe ti s'na ke sjell sot çajin jeshil? Matcha. Okej, ja, kemi një paketim që e ke të preferuari që matcha. Ja ku e kemi, edhe me ngjyrë aty.
Alkin, faleminderit shumë. Faleminderit që na sjell në vëmendje sa e rëndësishme është të kujdesemi që nga mëngjesia deri në mbrëmje. Ja me këto detajet e vogla në fakt që nuk kushtojnë asgjë, sepse një kanançe që mund na zëvendësojë atë pijen që do e pim gjatë ditës, të paktën freskohemi dhe marrim atë që na duhet për të shërbyer vetes edhe shëndetit tonë. Të uroj një ditë të mbar në vazhdim, të mirëpres përsëri. Shumë kënaqësi. Kënaqësia ime gjithmonë. Tani kemi një hapësirë publicitare dhe ne kthehemi përsëri me të ftuarin e fundit për sot.